Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejkov priti në një takim përfaqësuesit e Bankës Botërore Richard Rekord, përfaqësuesi përkohshëm rezident i zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri, dhe Massimiliano Paolucci, përfaqësuesi i ri i zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri. Ai i përsolli përfaqësuesve të Bankës Botërore një falënderim për asistencën teknike të ofruar ndër vite nga Banka Botërore për Bankën e Shqipërisë, kryesisht në fushat e mbikëqyrjes bankare, sistemeve të pagesave dhe edukimit financiar. Gjithashtu i uroi mirëseardhjen përfaqësuesit të ri të Bankës Botërore Paolucci. Guvernatori u shpreh se Banka e Shqipërisë me asistencën e Bankës Botërore ka ndërmarrë hapa konkret për të harmonizuar kuadrin rregullator me standardet europiane, duke u antarësuar me sukses në tregun unik të pagesave në euro SEPA. Transaksionet e para ndërkufitare pritet të realizohen në fillim të muajit tetor të 2025-s. Sejko theksoi se Banka e Shqipërisë po bashkëpunon ngushtë me Bankën Botërore dhe Bankën e Italisë për të implementuar një sistem pagesash të shpejta, instant payment, që është kloni i sistemit TIPS, sistemi europian i pagesave të shpejta për të ofruar pagesa në kohë reale me siguri më të lartë si dhe kosto më të ulët për qytetarët.